Një ditë nga nata e ndrimit të viteve, të gjithë janë duke u përgatitur për tryezën festive. Një pjesë e produkteve kanë pësuar rritje të dukshme në çmim, ndërkohë disa produkte të tjera më pak. Në këto kushte për një pjesë të shoqërisë, jo të gjitha ushqimet janë të përballueshme. Për pensionistët, tryeza e ndrimit të viteve do të jetë më e varfër, pasi nuk kanë mundësi të blejnë asgjelin e detit. Ata thonë se pagat dhe pensionet janë shumë të ulta dhe nuk mund të përballojnë jetesën dhe çmimet e larta. Jo, ka i rritje, ka pak, profitojnë këto festat dhe ja fusin këto 2.000 lekë linarushe për shumë. Ka pak. Në si mënyrë ne jemi pensionista dhe nuk në ashe pa mundre që jo, nuk ashe problem. Neve për hatër qeverisë që na i dha i lekë dhe e blemi gjellë, me thanë drejtën. Po tjetër një, unë kam qef që më në jemi qytetarë, den babadem, edhe kam qef të baj, tjetër se për nuk e bajdo. Që të rast për shemë një kalama, për një tjetër, për një mikë, nuk e bajdo, sepse nuk ka rindë. Po, shumë të vështira jam, në shkemi që të bajnë. Si e bajnë, marrim ma pak se sa shduhet, edhe kështu e kalojnë. Të tjetë si vitet shumë a kelë biles. Ndërkohë në tregun e shpendëve në Elbasan, tregtarët thonë se çmimi i gjelit të detit ka pësuar rënje, por sërish shitjet nuk janë në pritshmërinë e tyre. Shit, po pazaren e dobët. Me porasi këtu në treg nuk ka gjë. A dobët. I varfër është. S'ka populli lek t'i blej. Unë i kam heqë me 12 rikat, me 10 gjelat. Rrim ka, por nuk ka shumë kërkesa, arsyeja se njerëzit nuk janë ekonomikisht dobët. Plus që hyni edhe malli nga Greqia, që është çmimi më i ulët, për arsye se ka ato cilësi që ka malli jonë që rrisim vetë. Gjendja ekonomike është kryesorja. E dyta, pastaj është ajo që nuk e njohin edhe mallin. Unë paratraktoj 8 gjelin edhe 10 rikën. Kjo e pranueshme, vjet ka qenë edhe më shtrenjtë, po si vjet, dihet që nëse do vinë emigrantët, do ta ndryshojnë çik çmimin. Po megjithatë, do ta majmë edhe çmimin, do ta majmë pak a shumë të balancuar para se sepse ne jemi edhe vetë familjarë. Kurse tregtarët marrin dhe shesin dy fish. E merr ke unë, e çon ke tjetri. Nga ana tjetër, AKU ka intensifikuar kontrollet në terren për tregtarët abuzues, duke kërkuar edhe bashkëpunimin e qytetarëve.